Prokuroria speciale ky vendim është i mangë përderisa nuk është edhe pjesa tjetër e përfshina këtë akuzë me krye të akuzuarin këtë rast Milan Radojqić. Një falënderim të posaçëm doja të jap edhe juve media për shkak se keni qenë vazhdimisht korrekt lidhur me raportimin për këtë rast. Gjithë ata të cilët kanë urdhëruar, kanë financuar edhe kanë koordinuar këtë sulm, pasuli me datës 24 shtator 2023, do të përgjigjen para organeve të drejtësisë. Atëherë, të nderuar përfaqësues të mediave, siç e pat gjykimi, shpallja e gjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë, departamentit special, është një gjykim i cili ka qenë në pritje e prokurorisë speciale, pas një pune të madhe dhe të standarduar nga ana e prokurorisë speciale, policisë së Kosovës, departamenteve përkatëse të hetimit, Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe gjitha agjensive të tjera ligjzbatuese, po ashtu edhe partnerëve ndërkombëtar të cilët na kanë ndihmuar për ta zbarur këtë rast në këtë gjykim. Prokuroria speciale natyrisht që nuk do të ndalet me kaq. Ju e dini që për Prokurorinë speciale ky vendim është i mangë përderisa nuk është edhe pjesa tjetër e përfshina këtë akuzë me krye të akuzuarin këtë rast Milan Radojqić, por që Prokuroria speciale do të bëjë gjitha përpjekjet që të njëjtët të sillen para organeve të drejtësisë. Ne realisht, siç e dini, javën e kaluar veç kemi arrestuar njëri prej pjesëmarrësve i cili dyshohet të ketë qenë në mënyrë direkte ose indirekte i përfshirë në këtë rast, por që edhe përpjekjet tona do të jenë maksimale që edhe pjesa tjetër që mendojnë që nuk janë tash për tash të kapshëm për organet e drejtësisë do të sillen shumë shpejt para organeve të drejtësisë. Një falënderim të posaçëm doja të jap edhe juve media për shkak se keni qenë vazhdimisht korrekt lidhur me raportimin për këtë rast, sepse ky ka qenë një ndër rastet më komplekse që ka ndodhur pas lutjes. Veç rasti i tillë i cili ka pas për pasojë vdekjen e policit këtë rast rështerit afrim Bonjaku, lëndimin e policëve të tjerë, terrorizimin e banorëve në atë pjesë si dhe tendenca e këtij grupi për me nda territorin e Republikës së Kosovës. Kjo realisht do të thonë ky gjykimi i jep një mesazh shumë qartë gjithë atyre pa dallim. Ose pa mbështetje politike që në rast të tentojnë të kryejnë vepra të tilla penale do të marrin një dënim të merituar. Çka do të bëni më konkretisht për një sjellje ata 42? Ne vazhdimisht çka do të më bëjnë shteti në fakt? Ne do të kërkojmë përmes ndihmës juridike ndërkombëtare që të njëjtët të arrestohen sikurse që është në fuqi flet arresti ndërkombëtar nga ana e Interpolit. Çka nëse Serbia nuk bashkëpunon? Është çështje që Serbia sigurisht do të bashkëpunojë sepse drejtësia nuk ka të bëjë fare në këtë rast me politikën. Drejtësia nuk ka kompromis në këtë rast me drejtësinë. Allora, ka më dëshmuar që kriminali Milan Radojqić ka qenë në kontakt direkt me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, sepse një listë me numrat kontakte dhe që është dalë media ka qenë numri i presidentit serb dhe disa zyrtarëve të lartë të shtetit. Gjithë ata të cilët kanë urdhëruar, kanë financuar edhe kanë koordinuar këtë sulm, pasuli me datës 24 shtator 2023, do të përgjigjen para organeve të drejtësisë. Zotria Bazja, mund ta njoftoni detaje lidhur me të arrestuarin e 17 prillit që dyshohet se lidhet me sulmin e Bajsa. Po flasim për të arrestuarin 17 prill 2026. Ju veç e keni marrë informacionin përmes zyrës së informimit. Për matutje, ky rast me qenë se është ende në hetim, nuk kisha dashur me ulë shumë matutje për këtë rast. Prokuror Sindikatën 2 ndime përjetshme dhe 1 me 30 vjet. A do ta shfrytëzoj Prokuroria speciale drejtën për ankesë në apel për rastin e Dušan Maksimovićit? Sigurisht, po me qenë se ende nuk e kemi marrë gjykimin, ju e dini që është një procedurë derisa të shkohet ky gjykim, do ta vlerësojmë padesht me para gjyku, domethënë situatën, unë besoj që do ta vlerësojmë me kujdes dhe do të paraqisim.